ishim një shef kuzhinë në shtëpi. Jemi në fund këtyre përpjekjeve tona se nuk mund të bëjmë dot të gjitha. Kush është puna e shtëpisë që të bezdis më shumë? Ku dikush ka enët, dikush ka hekurin, dikush ka plura, dikush ka kë ke më që nuk do doja ta bëje. Nuk kam problem. Vërtet? Po. Domethënë punët e shtëpisë, ta ngrej kështu shtëpinë, është gjëja ime që mjafton mos kem njëri në shtëpi, pak muzikë edhe e kam kryer. Kurse ke pjesë të tjera pastaj nuk kam enët. Po, më pëlqen t'i laj, i përpiqem t'i laj. Po. Dhe çdo lloj pune tjetër jo, e kam shumë të sa mirë. Por në shtëpi kemi ndar gjërat, me thënë drejtën. Ashtu duhet jetë në fakt, se ndryshe nuk e dalim dot të bëjmë të gjitha. Jo, po pavarësisht se përpiqem unë të e kuros, për shembull ekurin e ka babi, gatimin e ka mami, punët e shtëpisë e kam unë. Okej. Aleksejn akoma se kemi angazhuar, se është një fëmijë që edhe thotë do bëj punët, por do më paguani për punët që bëj. Puna e parë, fëmijës niska në shtëpi. Po jo, po vjeni nas, s'na kam paguar ne, domethënë. Ne pas kemi bërë punë falas. Na kritikojnë ne antuhen se po flisnim gjatë reklamave dhe fëmijët i kemi në të njëjtën moshë. Ne mamat, unë e shoh sa herë që e gjej veten të lodhur, se me 2 djemë etj, më thon, fajin e ke vetë sepse nuk i ke mësuar. Po. Gabim që ne, për shembull, e kemi parë, ku diun, tek partnerët, pra nuk janë mësuar nga nënat e tyre dhe na është dashur që ne ta vazhdojmë këtë, ose tek vëllezërit, pra asim vlla nuk bëm kur punë në shtëpi, ashtu është rritur. Dhe këtë gabim ne po e pasojmë te fëmijët. Po, patjetër, po. Hase lodhet, hase gjëna, hase të mami. Po, se i vogël, po, se do rritet, se do mësoj. Domethënë, po koha ikën shumë